Mirë se vini në episodin e parë të podcastit AKA. Unë jam Gloria, zëvendëse presidente e kompanisë dhe jam këtu bashkë me shoqen time Ketën, që është nëndërresha e marketingut në kompani. Faleminderit Keta. Faleminderit Gloria, është kënaqësi për mua sot që të prezantojmë kompaninë tonë AKA-n. Po, është me vërtet kënaqësi. AKA është një biznes social që ka si qëllim një gjë, të ndërgjegjësojë shoqërinë dhe të vënë pa talentet e fëmijëve me aftësi speciale. Në art, në pikturë, në krijimtari, në qëndisje, në kërcim dhe shumë talente të tjera. Ne këtë biznes e krijojmë në kuadër të kompanisë nxënësve, organizuar nga Junior Achievement of Albania çdo vit në shkollën TES. Ne këtë realizojmë në 4 mënyra kryesore. Së pari, përmes bashkëpunimeve me shoqata jo fytyrpruese, sigurisht që ndikimi rritet kur bashkëpunojmë edhe me struktura që kanë eksperiencë me punën me fëmijët me aftësi speciale. Sipas National Autistic Society dhe studimeve neuropsikologjike, shumë individ në spektrin e autizmin shfaqen me disa karakteristika që shpesh kthehen avantazh në fusha të caktuara. Së dyti, përmes një websajti dedikuar kur prezantojmë punimin, historinë dhe talentin e tyre. Ideja është të krijojmë një hapësirë digjitale që jep vlerë krijimtarisë së tyre dhe bën atë më të dukshme për publikun. Së treti, përmes rrjeteve sociale, veçanërisht Instagramit dhe Facebookut, ku ne bëjmë promovimin më konkret. Dhe së katërti, dhe kjo është pjesa më e bukur përmes aktiviteteve direkte që ne bëjmë me fëmijët. Kemi drejtuar një kurs kreativiteti ku me anë të ndihmës sonë të rinjtë të qendrës Lumturall Dhimbjen kanë arritur të bëjnë kartolina për 7 marsin duke eksploruar me ngjyrat, format dhe idetë e tyre. Dhe kjo që kemi kuptuar është kjo. Kur u jep hapësirë, ata krijojnë gjëra që surprizojnë vërtet. Në moment që ato i lënë në kreativitetin e tyre, ato vërtet dinë të shprehen, ato mjafton të kenë një hapësirë të sigurt. Po, emri AKA nuk ka lindur thjesht si rastësi. Neve jemi frymëzuar nga libri Aventurat e Nils Holgerssonit, të shkruar nga autorja suedeze Selma Lagerlöf. Në këtë histori, AKA është një pat e moçme, e kujdesshme, shumë e mençur, që drejton Nilsin, një djalë të vogël, në udhëtimin e tij të gjatë. Ajo e këshillon, e drejton, dhe kjo është pikërisht ajo që duam të bëjmë edhe neve. Ne duam të ndihmojmë që fëmijët me aftësi speciale të ecin përpara, të krijojmë një hapësirë ku ata mund të shprehen artistikisht. Ashtu si AKA udhëzonte Nilsin drejt udhëtimit të tij, edhe ne duam të udhëzojmë talente që shpesh shoqëria nuk i vlerëson sa duhet. Por për ta kuptuar sepse është kaq i rëndësishëm ky projekt, Keta do ta ndaj disa statistika dhe disa fakte interesante që ne ndoshta nuk i dim. Po Gloria. Sipas National Autistic Society dhe studimeve neuropsikologjike, shumë individ në spektrin e autizmit shfaqin disa karakteristika që shpesh kthehen në avantazh në fusha të caktuara. Shumë prej tyre kanë vëmendje të jashtëzakonshme ndaj detajeve, aty ku shumica e njerëzve shohin një pamje të përgjithshme. Ata dallojnë struktura, forma, simetri dhe elemente shumë specifike. Po ashtu ata shpesh kanë kujtesë vizuale shumë të fortë. Ata dinë të shprehin veten e tyre shumë mirë në moment që japin hapësirë, në raste shfaqen me aftësi të tjera, të veçanta që ata i ndihmojnë të jenë vetvetja. Kanë aftësi të jashtëzakonshme në art, në pikturë, në muzikë dhe në memorizim. Në lidhje me sindromën Down, studimet e organizata ndërkombëtare si National Down Syndrome Society tregojnë se shumë individ me sindromën Down zhvillojnë aftësi të forta në komunikimin social dhe inteligjencë emocionale. Ata shpesh krijojnë lidhje shumë të forta, të sinqerta dhe më të thella me njerëzit përreth. Në fushën artistike, shumë prej tyre shfaqen me ndjeshmëri të fortë në muzikës, ritmit dhe ngjyrave. Ka raste ku fëmijët me sindromën Down tregojnë talente të veçanta në pikturë, vallëzim e tjerë. Në përgjithësi, kur flasim për aftësitë speciale, shpesh mendojmë për kufirin, por shumë studime tregojnë se truri njerëzor funksionon në mënyra shumë të ndryshme. Disa njerëz përpunojnë informacione në mënyra të ndryshme, disa me vizualitet dhe disa me emocione. Tani do kalojmë në një pjesë shumë të rëndësishme të bisedës tonë. Me ne të ftuar me shumë kënaqësi dhe emocion kemi mësuese Orin, që na drejton dhe na udhëzon në këtë eksperiencë shumë të gjatë në këtë udhëtim shumë të bukur. Zëshori, faleminderit që jeni këtu me neve sot. Është kënaqësi Gloria që ne në të përditshmën tonë edhe në mbrëmjet tona jemi duke folur për punë, kurse tani jemi të ftuar në këtë marrëdhënie, kështu që është shumë e bukur. Jemi shumë të lumtura që jeni këtu me ne. Edhe unë me ju. Do ta nis me një pyetje prezantuese, me një pyetje hyrëse. Sa vite janë bërë që ju drejtoni këtë modul, kompania e nxënësve? Është viti i 13 ose i 14 që bëhet moduli? Pas 13 vitesh në këtë program. A çfarë shihni që ka ndryshuar më shumë tek nxënësit? Mënyra se si ata mendojnë për biznesin ose për kompaninë në përgjithësi, a shihni ndonjë ndryshim? Edhe midis brezave të ndryshëm? Patjetër, brezat ndryshojnë, qasjet ndaj
ndaj punës ndryshojnë ose edhe ndaj shkollës ndryshojnë, sepse ndryshon koha, ndryshon teknologjia, avancon, ndryshon shoqëria, politika, përfaqësimet e nxënësve në situata të ndryshme dhe ajo që ata duan të marrin nga jeta. Kështu që ndryshojnë qasjet, po një gjë mbetet e pa ndryshuar asnjëherë që duhet punë për çdo gjë. Dëshira për punë. Shumë e vërtetë. Duke kaluar pak edhe te pyetja tjetër. Çfarë është më e vështirë mendoni ju për nxënësit? Gjetja një ideje, vënia në zbatim, pra puna e idesë, apo puna në grup, bashkëpunimi me njëri tjetrin? Të gjitha fazat kanë vështirësinë e vet. Që nga gjetja e idesë, vënia në zbatim e saj, bashkëpunimi, por kalimi nga njëra fazë te tjetra ndihmon fazën paraardhëse. Pra nëse ideja është gjetur bukur dhe ka pasur bashkëpunim, ka filluar bashkëpunimi dhe shkon dhe te faza e dytë. Dhe nëse bashkëpunimi është i mirë, ndihmon fazën e tretë që ndihmon drejt suksesit edhe frymës në grup. Kështu që janë gjëra të lidhura zinxhir, të cilat nuk mund të ndahen, sepse nëse do ta lidh pak me atë pyetjen e parë që bëre ti, nëse ndryshon shoqëria ose qasja, asnjë gjë nuk ndryshon, thamë ne, ndryshon puna, por nuk duhet të ndryshoj koncepti që ne na pëlqen fitoria dhe suksesi, po duhet kuptuar që fitoria dhe suksesi bëhet me këto fazat që sapo përmend edhe ti, me shumë punë në secilën fazë. Zysha, kisha një pyetje. Çfarë përfitojmë ne realisht nga ky modul? Në fakt unë nuk doja ta thoja kështu si formulë të gatshme. Do doja unë ta dëgjoja nga ju çka keni përfituar deri tani dhe do doja që ne të bënim një puntat podcasti në fund dhe ju t'ia thoni dëgjuesve se çfarë keni përfituar në fund fare, sepse do jetë një listë shumë e gjatë që mua më ndodh çdo vit që ma thon nxënësit. Nëse secila nga ju deri tani, sa kemi bërë deri tani, më thot një gjë, do ishte shumë e bukur. Është një eksperiencë e paharrueshme, shumë e bukur. Deri në këtë pikë që jemi ne, që kemi akoma shumë punë përpara, unë kam mësuar shumë rreth disiplinës, rreth vullnetit. Bravo, rreth Lora. Caktimit të detyrës, mbarimit të asaj detyre, korrektesa, dhe kemi akoma shumë për të mësuar, sepse jemi akoma në proces. Dhe besoj se deri në fund të vitit që kur të kemi mbaruar, ndoshta do shtohet kjo lista. Do shtohet sepse nga eksperienca mua më thon gjithmonë nxënësit kur mbarojnë që kam mësuar këtë dhe ky është procesi i rritjes. Nuk ka brirë, procesi i rritjes çu vjen gradualisht me këto gjëra që sot duken si të vogla apo si të lodhshme apo si të pabëshme që çdo gjë bëhet, por dhe ju duhet të ndjeni me fat që në momentin e gjimnazit ju po fitoni vlera që nesër do ju duhen në punë. Kështu që e lëm mister këta ca gjëra të tjera ti themi në fund, ti thoni ju vetë. Gjithashtu ndoja të dija çfarë duhet të jetë një gjë që ne të kemi parasysh që neve nuk duhet ta bëjmë gabim. Domethënë neve duhet të përpiqemi që ta shmangim këtë gjë sepse mund të na shkaktojë probleme, mund të kemi pengesë. Çfarë kemi kujdes pra? Ajo që e shkatron një biznes është egoizmi, është mungesa e bashkëpunimit, është dëshira për të pasur fitoren në tabaka pa u lodhur. Pa punë. Është mos përqendrimi dhe kryesorja fare të mos e duash një gjë. Ju keni zgjedhur këtë vit një biznes shumë të bukur, një kompani shumë bukur që të bën dyfish ta duash. Jo vetëm të duash punën, po edhe të duash njerëzit të cilët ti po ndihmon. Kështu që nëse gjërat bëhen me dashuri, patjetër që nuk gabon asnjëherë pastaj. Cila ka qenë ideja më e guximshme që keni mbështetur ndonjëherë? Kjo është një pyetje që doja shumë ta bëja. Po patjetër. Nuk është aq e guximshme. Unë asnjë gjë nuk quaj të guximshme se unë i quaj të bëshme të gjitha, nuk më tremb asgjë. Por momentin kur kemi vendosur në 2019 të bënim film, ka qenë një moment kur njëri nga drejtorët e bordit kishte mbaruar ora mësimit, erdhi në mëgjeti ku isha në një klasë tjetër me dy sy të hapur të tmeruar dhe më tha si do ta bëjmë, nuk bëhet. Ndërkohë me atë film morën çmim, Keta e ka parë filmin, u bë premiera, e ka parë dhe Gloria, po. Ishte i mrekullueshëm. Kështu që gjithçka bëhet me vërtet. Gjithçka bëhet, asë mjafton dëshira dhe dashuria që më tham pak më përpara. Sepse ju keni shumë talente dhe shumë mundësira, të cilat jo gjithmonë i keni zbuluar ose ndonjëherë dhe nuk doni të zbuloni, sepse është ajo zona e rehatizë dhe rutinës që të pengon ndonjëherë të dalësh. Dhe kur dikush të ngacmon të nxjerrë, për momentin mund të duket ky dikush i bezdisshëm, por pastaj bëhet i nevojshëm për të nxjerrë ato që ju keni. Nuk është bezdi fare, është shumë e domosdoshme. Lind pyetja, a ka patur ndonjë kompani që mendon që nuk do funksiononte për të ka surprizuar? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Unë jam surprizuar pse nuk kemi marrë çmimin e madh. Kështu që do surprizohesh. Po, sepse gjithmonë puna është bërë në maksimum në të gjitha ato standardet dhe kriteret që kërkon
Jo vetëm moduli, po kërkon një kompani ose një biznes për t'u zhvilluar. Dhe ju po e shikoni vetë, ju po punoni për produktin, për prodhimin, për marketingun, për teknologjinë. Këto janë disa rrjete të cilat e ndihmojnë një biznes të zhvillohet. Dhe nëse ti i bën të gjitha, pse mos fitosh? Po, shumë vërtet. A është më e vështirë që të menaxhosh një biznes që ka një qëllim social? Pra, ne e thamë në fillim që ka është një biznes social, pra që qëllimi nuk është parësor vetëm fitimi, por është ndërgjegjësimi në shoqëri, vënia në pas që thamë për talentet e fëmijëve. A është më e vështirë apo? Unë do thoja që është më e lehtë, sepse është një gjë që ka të bëjë me njeriun, me botën e brendshme, me humanizmin. Dhe nëse ti nuk dua të bëhem përsëritse, po do ta kthej prap. Kur ti do këta njerëz dhe do t'i ndihmosh, të bëhet më e lehtë gjëja. Kështu që kur ti prek te të tjerët për këta njerëz, të shtohet dhe më shumë dashuria, dëshira për të ngacmuar të tjerët për t'i kthyer këta në vëmendje. Kështu që kjo ta bën ta shtron rrugën më lehtë. Unë do doja shumë të gjëra nga jo, kush është momenti i biznesit që ju mendoni që është pika kulminante, momenti më i bukur. Për shembull, ky është moment kulminant për ju? Po, unë them që po. Ju po filloni të bëheni të njohur. Ju po organizoni një gjë të madhe që mendoj që mund ta promovoni në fund të këtij episodi se çfarë do bëjmë ne. Dhe këto janë pjesë kulminante kur të tjerët janë duke ju parë dhe ju ndjekur, kur merrni për masa, kur bëheni të njohur, kur bëni organizime, kur flitet për ju. Dhe ky është moment kulminant. Pastaj kulminanti fare sigurisht është suksesi në fund, po ne nuk punojmë për suksesin, ne punojmë për këto momentet e bukura që janë eksperjenca për ju. A mendoni se projektet e tilla që kanë një qëllim social ndikojnë me vërtet në shoqëri? Patjetër, sepse vijnë nga të rinjt. Dhe kur vijnë nga ju që ju jeni të pastër dhe i bëni gjërat jo me naivitet, po me pastërtinë e moshës, janë shumë më të bukura te të rriturit dhe prekin më shumë të rriturit sepse ju vlerësojnë që bravo gjimnazistët po bëjnë këtë gjë, po bëjnë edhe biznes, po bëjnë edhe ndërgjegjësim shoqëror. Prandaj është vërtet shumë e bukur kjo që po bëjnë. Dhe ju keni zgjedhur një temë shumë të bukur për të zhvilluar këtë vit. Dhe pyetja e fundit që kam për ju është çfarë ju shtyn me vërtet që ta vazhdoni këtë modul? Pas 13 vitesh ju jeni akoma të motivuara që të vazhdoni të punoni me nxënës në këtë kompani. Dhe me shumë qejf, madje sepse e para çdo vit është ndryshe, nxënësit janë ndryshe dhe kryesorja fare, po ta shikoni veten tuaj si po shikoj unë tani, janë sytë tuaj që ndrin. Dhe nëse unë çdo vit shikoj sy që shkëlqejnë dhe lëshojnë nxiza, unë mbushem dhe frymëzohem më shumë. Është qejf shumë i madh. Po, shumë faleminderit. Faleminderit juve që po punoni kaq shumë. Faleminderit Cizysh. Faleminderit për kohën, faleminderit për këshillat, faleminderit për gjithë udhëzimet edhe gjatë gjithë vitit shkollor që keni na drejto edhe na udhëzo për çdo gjë. Ju vaft mbar deri në fund dhe suksese. Paçim dhe paçi. Po. Kjo pra është Aka një eksperiencë, nuk është thjesht një kompani nxënësish, është një provë që talenti ka nevojë për zë dhe ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për një dorë. Nëse sot morë diçka nga kjo bisedë, shpresoj që të jetë që biznesi nuk matet vetëm me shifra, por matet me ato që lë pas, me ndikimin tek të tjerët, me ndikimin në shoqëri dhe konkretisht tek ne, me ndikimin që ka te fëmijët me aftësi speciale. Ne zgjodhëm të ndërtojmë diçka që flet për talentin, jo për kufizimin, por ky është vetëm fillimi, na presin shumë gjëra të bukura. Po Keta, dhe unë duhet me patjetër të kujtoj që në datën 10 mars tek Akademia Klavutës ne organizojmë një koncert ku do të ketë shumë emra të famshëm, por jo vetëm, një shfaqje me shumë emocione dhe me shumë talente. Faleminderit që ishte në episodin e parë të podcastit Aka. Shihemi herën tjetër.